Të nderuar demokrat Kuksit, të dashur qytetarë, ju falenderoj nga zemra secilin për jush që më keni pritur sot. Nga kjo trev, në fakt, unë kam disa nga miqt më të mirë në politik, një pjesë që janë këtu, nga Kuksi, nga Asi, nga Dropoja, një pjesë tjetër jashtë politikës, janë kuksian të mirë si që ka i kësaj zona, burra me rë të madhe, dinjitoz, të guximshëm dhe shumë si që janë këtu, si që thash demokrat, me shpirt, si që takon kësaj zone të mrekullueshme. Kam pas fat në fakt që kam bërë miqësi me disa dhe i kam shok disa prej tyre. Ata më thanë edhe kur po hynim që kjo sallë mbushet me burra të tillë, me burra të cilët i qëndrojnë fjalës dhe që presin që fjala e dhënë të mbahet. Por në fakt ne takimin e nisëm me fjalën e kandidatit më të votuar tek primaret, doktor Shkëlzenit, i cili i besoi fjalës së dhënë nga Sali Berisha, i besoi statutit Partisë Demokratike dhe i besoi fushatës së tij që deputetët dhe kandidatët për deputet do të zgjidhen nga vota dhe jo nga një grup njerëzish në Tiranë. I hyri garës dhe mori mbështetjen duke dalë ndër më të votuarit në Shqipëri, mi votuarin në qarkun e Kuksit. Por kjo nuk mjaftoi, jo vetëm nuk mjaftoi për të qenë kandidat në listën e mbyllur, por as në listën e hapur të Partisë Demokratike. Dhe këto janë arsye themelore sepse Partia Demokratike sot ndodhet në këtë gjendje. Dhe kjo është arsyeja kryesore në fakt pse e kemi nisë të lëvizje në çdo cep Shqipërisë, për të treguar smundjen çka Partia Demokratike. Ne e dim të nderuar miq dhe nuk e ndryshojmë dot kundërshtarin politik. Kundërshtari i Partisë Demokratike si dhe kundërshtari i Shqipërisë është Edi Rama dhe ne Edi Ramën duhet mundim. Ne nuk mund të themi gjatë gjithë kohës që Edi Rama na rrafi sot, na rrafi nesër dhe të çajmë për raje. Ne duhet stërvitemi dhe ta rrajmë Edi Ramën, ta mundim Edi Ramën. Jam krenar që në çdo sallë mbështetem nga njerëz si ju, që jam mes jush dhe i përulem në fakt të gjithë kandidatëve më të votuar, siç është këtu. Hyseni mi votuarin në Tiranë, Ndreca mi votuarin në Durrës, Qaniu në Elbasan, në çdo zonë ku kemi qenë, më të votuarit e demokratëve janë këtu. Janë në këto salla sepse mendojnë dhe e njohin shqetësimin dhe instiktin e demokratëve për të fituar. Po disa thonë, po ju nuk keni ku i keni figurat. Po figurat janë këta që i jep vota, që i japin votuesit, që i mbështesin demokratët. Figur nuk është ai që del në ekran se nxjerr partia dhe që paguhet nga partia. Dhe kjo është diferenca mes nesh që jemi sakrifikues dhe kontributor në Partinë Demokratike dhe atyre që janë përfitues dhe rrogtar dhe nuk flasin për shkak të një rroge apo të privilegjeve. Ne kemi 5 muaj që kemi qenë takime në gjithë Shqipërinë dhe sot jemi në Kukës për të folur me demokratët, për të folur për Partinë Demokratike dhe për të hapur një debat. Për të folur se si do fitojmë, se si ne do të bëjmë të mundur që t'i përmbysim numrat e Partisë Socialiste dhe të Rilindjes, se si mund të çojmë drejt kutive të votimit të paktën 800.000 votues në mbështetje të Partisë Demokratike dhe koalicioneve të saj. Pra cila është mënyra? Kemi ftuar të gjithë drejtuesit që kanë dhe duhet të kenë minimumin e përgjegjësisë për të folur hapur dhe me sinqeritet, sepse ky është një problem që është i ulur këmbkryq në Partinë Demokratike. Pa dashur të krijojmë asnjë përçarje, por me dëshirën për të krijuar një vlerë të shtuar në Partinë Demokratike, ashtu siç e parashikon statuti, ashtu si statuti parashikon edhe fraksionat. Secili prej nesh pavarësisht se ka pasur arsye të mjaftueshme për të qenë i mërzitur dhe arsyeja kryesore është humbja e Partisë Demokratike në zgjedhje, arsyeja tjetër është mos përfaqësimi i drejtit demokratëve, ne nuk kemi ofenduar askënd. Kemi folur të vërtetat që i mendon çdo demokrat. Edhe ata që janë në dukje më pranë drejtuesve apo leadershipit të Partisë Demokratike flasin nëpër tavolina njësoj siç flasim ne në publik, siç flasim ne me njëri tjetrin. Por ne në këmbim kemi marrë, siç e keni parë, urrëtie, mashtrime dhe shpifje. E them me bindje edhe pasi kam parë këtë reagim që ne kemi bërë gjë në dur.
që personalisht kam bërë gjë në dur, që po ndajem nga një politik 36 vjeçare e baltës, e shpifjes, e përbuzjes, e goditjes së kundërshtarit brenda partjak. Dhe pa diskutim se cili prej nesh ka kostot e veta. Unë kam të mijat, pra sa kam qenë në Partinë Demokratike dhe jam në Partinë Demokratike, por pra sa kam qenë në drejtim të Partisë Demokratike në strukturat drejtuese të saj. Edhe unë, pavarësisht se kam fituar në zonat që më janë ngarkuar, kam një barë përgjegjësie sepse duhet kisha folur edhe më parë. Por për herë ka një moment. Dhe ky moment është momenti ku Partia Demokratike ka arritur shumë thon pikën e fundit, po është në një dishez që nuk po ndalet. Dhe nëse nuk e ndalim ne, Partia Demokratike po shkon me shpejtësi drejt një gremine dhe umnere që zgjedhjet e ardhshme, që janë shumë afër, nëse nuk reagojmë, do ta tregojnë edhe më fort. E keni dëgjuar që dhe ata që quhen si demokratët më të fandaksur, siç jemi edhe ne në fakt, po ata që janë të lidhur shumë me udhëheqjen e Partisë Demokratike, kurrime ta pas kuintave thonë që me Sali Berishën nuk vim dot në pushtet. E thonë në çdo tavolinë dhe në çdo bisedë, thonë dhe këta që janë drejtues, por kanë as minimumin e përgjegjësisë, se pa diskutim që një inteligjencë aq minimale e kanë, që kjo gjë duhet thënë, sepse kjo i shërben dhe Sali Berishës që mos turprohet më, i shërben dhe demokratëve, i shërben edhe Shqipërisë. Sepse çdo qytetar sot e di, siç e dinë edhe demokratët, që Sali Berisha 82 vjeç, që u bëft edhe 100, me problemet e veta, me non grata, me konsumin politik që ka në 36 vite, pothuajse ai sa kam unë vite jetë, nuk mund ta çojë Partinë Demokratike dhe opozitën drejt fitores. Dhe prandaj ne kërkojmë garë, prandaj ne kërkojmë rregulla, prandaj ne kërkojmë zgjidhje. Ka shumë personazhe që thonë që e kemi për borç të rrim pas dhe të shohim drejt shkuarës. E shohin humbjen e Partisë Demokratike si një gjë fare të parëndësishme. Mjafton që të ruajnë pozitat e tyre, privilegjet e tyre, pagesat e tyre, marrëdhëniet e tyre me pushtetin. Por i pyes nga kjo sallë, po për humbjet, a përgjigjet njëri në Partinë Demokratike? A mund të përgjigjen për humbjet më të votuarit që janë lënë jashtë, apo duhet përgjigjen ata që më të votuarit i lanë jashtë garës? Demokratët në të gjithë Shqipërinë, kur Partia Demokratike ndjejnë dhimbje, siç e ndjejmë të gjithë ne. Po drejtuesit e Partisë Demokratike, pse ndjejnë gëzim? Keni parë pas çdo humbje dalin edhe më të krekosur, edhe më të fryrë sikur kanë fituar zgjedhjet. Kush përgjigjet për dhimbjen që ndjejnë demokratët, por edhe shoqëria shqiptare, për shkak se Edi Rama i ka zënë frymën 13 vjet tani më. Kush mban përgjegjësi për humbjen e zgjedhjeve kur Partia Demokratike me aleatët ka marrë 230.000 vota më pak se në vitin 2021. Rezultati më i keq në historinë e saj. Më i keq edhe se viti 1997. Unë e kuptoj që ndryshe kalon koha për njerëz që paguhen edhe kanë privilegje nga demokratët dhe ndryshe kalon koha për ne dhe për gjithë demokratët e tjerë. Sepse kush është në funksione drejtuese dhe i mbyll punët e veta me pushtetin, nuk e ndjen njësoj siç e ndjen çdo demokrat në Kukës, në As apo në Tropoj, represionin e qeverisë, goditjet e qeverisë, acarin që i krijon regjimi, papunësinë që i krijon regjimi, goditjet me të gjithë inspektoratet që i bëjnë në biznes, në familje dhe në të gjithë jetesën e vet të përgjithshme. Ata që kanë privilegje në rregull janë. Edhe kryetari i partisë në rregull është për të fituar ka çdo ditë që rrin kryet PD-s. Nuk është se kanë në humbje, po demokratët si të bëjmë. Dhe unë sot them që duhet i përgjigjen disa pyetje dhe t'i japin llogari drejtuesit e Partisë Demokratike. Dhe patjetër që do t'i japin llogari deri në fund siç po mblidhen demokratët në çdo cep të Shqipërisë për herë më shumë. U tha që do e tërheqin zvarre Edi Ramën. As zvarra si të merruar nuk më duket. Unë du ta shoh Edi Ramën të tmerruar keqem keq, po më duket sikur po tallet për shkak leadershipit Partisë Demokratike dhe të vendimeve të gabuara. U tha që do fitojmë zgjedhjet lokale. U fituan Has, nuk u fituan Kukës, nuk u fituan Tropoj, me qenë se jemi këtu. Po pse u fitu? Shumë mirë ma tha doktori çfarë. Pse u vodhën zgjedhjet Tropoj edhe në Kukës edhe nuk që nga vjedhur në Has?
Sepse në hasi qëndruan pra, sepse në hasi dolën për balë, sepse në hasi ishin përfaqësuesit e dur. Pse nuk u fitua në zgjedhjet lokale, në Kukës do u fituan zgjedhjet tani? Pa e keni parë me qëra fjala edhe kandidatin tjetër që e përshëndes që ishte në listë hapur, shkëlqimi. Doli parë në Kukës, e keni parë në njërë të jetë kujtuar Partia Demokratike apo jo? E kanë zhdukur, sepse kanë një problem me fituesit. Çdo njeri që ka marrë vota për Partinë Demokratike, duket sikur është në asmëri me drejtuesit e Partisë Demokratike, çdo njeri që merr qyl Partinë Demokratike, del edhe fryet. Edhe ka dhe nga zona juaj, njerëz pa pikën e përgjegjësisë, edhe pa pikën e përfaqësimit, por ndërkohë kontrollojnë apo bëjnë sikur kontrollojnë partinë. U tha që do ta bashkojnë opozitën. U tha që do të hiqet Don Grada. U tha që kandidatët do të zgjedhin antarësia. Asnjë nga këto nuk u realizua. Zvarritje, gënjeshtra dhe tani përjashtime në gjithë Shqipërinë. U tha se do të prezantojnë programin më të mirë, Shqipëria madhështore. Një program që rezultoi në fakt ishte banal dhe që nuk i thoshte asgjë shoqërisë. Asgjë konkrete nuk u tha për shëndetësinë, për arsimin, asgjë substanciale për strehimin, për ekonominë, për familjen. Asnjë vizion të qartë për Shqipërinë. Premtimi i madh ishte një garanci shtetore për kredi 30.000 euro për çiftet e reja. A thuan se jemi në vitin 95 dhe jo në vitin 2026. Me 30.000 euro një çift nuk blen dot një garazh në Tiranë, jo më të synoj strehimin për të ardhmen. Programi prezantuar ishte një program steril, i plakur dhe pa asnjë vizion. Një program i pa denjë për Partinë Demokratike dhe për këtë janë përgjegjës drejtuesit e Partisë Demokratike, jo antarët e Partisë Demokratike. Antarët i kërkojnë llogari drejtuesve të Partisë Demokratike, jo drejtuesit antarëve të partisë. Është e kundërta. Kush na i kishte fajet për gjitha këto? A na i kishte kundërshtari apo duhet i themi që i kemi ne, që di dim si problematika dhe di zgjidhim? Natyrisht që askush nuk do të mbajë përgjegjësinë Partinë Demokratike, por nëse nuk mbajmë përgjegjësi, kemi nga viti 2013 që me të njëjtët drejtues që humbëm kur kishim qeverinë, po humbim në çdo palëzjedhje për shkak se nuk duan të lëshojnë karriget e veta. Pra, të dashur miq kuksian, me ne, me demokratët, u ka hasur sharra në gorë sepse nuk i pranojnë më këto mashtrime. Po mirë moral edhe statut edhe kanun. Po turp, a duhet kënë drejtues politik të cilët vazhdojnë i gënjejnë nga dita në ditë demokratët edhe shoqërinë? A i vjen turp atyre që në këtë moshë të gënjejnë çdo ditë shqiptarët me premtime imagjinare apo me idiotësira që vetëm në kokën e tyre ekzistojnë, sidomos tek rastet e përjashtimeve? Kam një thirrje të sinqertë për drejtuesit, por edhe për zotin Berisha. Dil dhe përballu ngar, ne nuk po kërkojmë që ti ikësh për shkak të statutit. Ne nuk po kërkojmë të mbash fjalën që dhe që kryetari që humb zgjedhjet se nuk ja vjedhin të qëndroj asnjë ditë në krye të partisë dhe të jap dorëheqjen, por themi jepi mundësinë demokratëve të shprehen me votë, ta zgjedhin drejtuesit e tyre me votë. Dil dhe ballafaqohu me premtimet e tua para demokratëve. Sepse shqiptarët kanë kuptuar një gjë, që të mundet autokrati i qeverisë, ne duhet mundim autokratët e opozitës që mbajnë peng Partinë Demokratike. Dhe ne nuk duhet të lëmë që Partia Demokratike të shkatërrohet, ja kemi borxh demokratëve të gjithë ne drejtuesit që të zgjedhim rrugën e dur për ta bashkuar dhe për ta bërë Partinë Demokratike fituese. Sepse njerëzit e lirë gjithandej po bashkohen kundër autokratëve të kohës tonë, ne po bëjmë një betejë kundër diktatorëve të kohës tonë, duhet të kesh kurajo të bësh të betejë, por pa diskutim, kundër një pushteti si ky Edi Ramos që është mbyllur dhe i ka përqendruar të gjithë pushtetet ekonomik, politik, gjyqësor, të gjitha institucionet i nështrojnë vullnetit të një individi në duart e Edi Ramos, ne nuk mund ta mundim dot me të njëjtin model. E di që kjo formë drejtimi që ka Partia Demokratike sot nuk ja del dot të bëj Partinë Demokratike fituese, prandaj nuk e pranon garën, prandaj nuk e pranon përgjegjësinë, prandaj punojnë vetëm për vete. Por shumë, siç e keni parë në gjithë Shqipërinë, kërkojnë ndryshim. Për disa të tjerë, unë e di që të vërtetat që them mund t'ju dhembin. Po,
Ndryshimi të nderuar miq është një proces i dhimbshëm. E mbani mend shumë miq këtu që janë në moshë më të madhe se unë dhe se të rinjt që janë shumic në sallë, e mbajnë mend kur vdiqen Veroxha të qanin gjithë me oj. Si doja bëjmë ne, si doja bëj Shqipëria pa shokun e Enver. Por proceset demokratizuese që erdhën pas ndryshimit të sistemit sollën vetëm zhvillim për Shqipërinë. Ne sot nuk mund të shkojmë në një logjik të 40 viteve më përpara dhe të mos i japim mundësi brezit të ri, mos i japim mundësi demokratëve sakrifikojnë, sepse unë të nderuar miq, për të gjithë ata që thonë që pse nuk pranon dhe pse nuk pranova, se kanë dalë thonë i propozuam funksione. Po për çfarë më duhet më një funksion për vete? Çfarë ndryshimi bëj unë? Apo të bëhem pjesë e të njëjtit grupim që rrim aty, mbajmë privilegje me njëri tjetrin, edhe themi gënjeshtra nga mëngjesi deri në darkë. Unë edhe për shkak të mendësisë, edhe për shkak të brezit që përfaqësoj, edhe për shkak të formimit që kam, edhe për shkak të sakrificës që kam bërë për Partinë Demokratike, do të bëj gjithçka që Partia Demokratike të jetë fituese dhe fituese. Le ta shohim miq se çfarë ndodhi në Ungari. Për vite me radhë shumë kush mendonte se sistemi në Ungari nuk ndryshon, se pushteti në Ungari ishte i pakonkurrueshëm, se Viktor Orban kishte çimentuar gjithçka, edhe sistemin gjyqësor e kishte jo si këtu, por të emëruar vetë nga një person, nga një inspektorat i veti i emëruar. Se opozita atje nuk kishte asnjë shans. Por ndryshimi nisi kur doli një figurë e re, jashtë skemave të vjetra. Ai quhej Peter Maxhar, e keni ndjekur kohët e fundit. E nisi betejën së pari me figurat e vjetra dhe të konsumuara të opozitës, për të gjithë ata që nuk e kanë ndjekur. Dhe pastaj bëri një betejë me ata që njihet si autokrati i vetëm në Bashkimin Evropian, që ishte Viktor Orban. Dhe pas 6 vitesh, duke nisur nga hiçi, e mundi Viktor Orbanin me 2/3 e votave dhe tregoi që një lider i ri bën diferencën, pavarësisht të gjithë pushteteve që mund të jenë në një dorë të vetme. Sepse ai përfaqësoi disa gjëra që mungonin në të kaluarën në Ungari dhe që mungojnë sot në Shqipëri tek opozita. Besueshmërinë. Drejtuesit e Partisë Demokratike nuk mund të dalin për ditë pa fakte, sepse i ulin vlerën fakteve dhe skandaleve të jashtëzakonshme që ka qeveria dhe që një pjesë të madhe falë edhe punës së strukturës posaçme antikorrupsion kanë dalë pa. Dhe ato janë fakte. Egzagerimi me faktet vetëm i dëmton faktin. Nuk ka nevojë të thuash tha ky dëgjoj veshi këtu te muri, veshi janë ndaj matan ky këtu. Mjafton të thuash që janë vjedhur miliona e miliarda euro në Shqipëri në kurriz të qytetarëve shqiptar dhe janë faktuara nga Spaku. Nuk mjafton të thuash budalliqe që ai Ergysi ka një lidhje me këta të PD-s se kështu, sepse opozita duhet ta thotë siç është, duhet përmend Ergys Agasin, po ta përmend pak edhe këtë Ermal Beqirin që ishte bashkë me të, që nuk e di sepse nuk ja thon dot emrin. T'ja thon pak emrin, pse nuk e thon? Se pa diskutim që kur dalin konferencë duhet ta përmendin Lubi Ballukun apo Belinda Ballukun. Po ti përmendin edhe këta biznesmenët, ata Armand Lilon atje që u doq pallati, atë Rock Gjokën atje matan, te tuneli. Me kë i bën korrupsionet këta? I bën korrupsionet e Tirama me veten apo i bën me njerëz tjerë? Me cilët oligark, se këtu ka një sistem oligarkik, flitet. Nga mëngjesin darkë nga drejtuesit e PD-s. Cilët janë oligarkët, se po ju pyes këtu, ti dëgjojmë nesër, ti dëgjojmë gjithë ne. A keni guxim të përmendin në një apo jo? Pse nuk i përmendin këta emrat? Por njerëzit e kuptojnë selektivitetin. Nuk bëhet dot opozitë që me disa të nënës, disa të njerëkës. Të gjithë ata janë te Edi Ramës. Kush i shërben Edi Ramës, nderuar miq? Duhet dalë tabelën e turpit. Si korruptuar, si i lidhur me qeverinë, si njeri që i shërben interesave personale të ngrushti njerëzish dhe jo interesave të Shqipërisë, aq më pak të demokratëve. Por nga ana tjetër, Maxhar në Ungari tha këto, por nuk erdhi dhe me barrën e konflikteve të vjetra mas 36 vitesh. Ishte i ri në politik. Nuk ishte pjesë e një sistemi të konsumuar. Qytetarët pan një mundësi reale për ndryshim dhe dolën e votuan 80%. 2/3 e të rinjve në Ungari shkuan edhe votuan për Peter Maxhar. Në Shqipëri, në zgjedhjet e fundit,
nga votuesit që ishin brenda vendet 220.000 të rinj që kishin mbushur moshën për të votuar në 4 vjeçarin e fundit nuk dolën për të votuar. Mjafton të frymëzojmë ata dhe Edi Ramën e marrim edhe e fusim në kosh, jo krim të ketë, jo korrupsion të ketë, po çfarë do lloj gjëje që të ketë. Së dyti, ajo që vjet të duke gjithandej në të gjitha analizat e instituteve dhe mediave ndërkombëtare në Hungari, pati një element që e kanë shqiptarët, por që duan t'ja humbajnë, sidomos demokratët që janë krijuar si një parti antisistem, e kanë në gen. Ai në Hungari kishte guximin kurajon, çfarë nuk i thanë dhe nuk u dorëzua. Dhe pa diskutim që as ne nuk do dorëzohemi. Ai në Hungari nuk kërkoi leje për të hyrë në garë. As ne nuk kërkojmë leje. Ne kërkojmë kushtet për të hyrë në garë dhe për të bërë garë të barabartë. Ai nuk pranoi rregullat vendosura nga të tjerët. Kërkoi përballje të hapur dhe përballje të hapur po kërkoi dhe unë. Së tretja je vendosi fokusin tek qytetarët dhe jo tek elitat politike. Ajo që ndodh rëndom në disa po quaj analistë të cilët thonë po ku i keni ju elitat? Ja pra ku janë. Mjek, jurist, inxhinier, të rinj dhe ka rezultuar që këta janë më të votuarit. Ne nuk mund marrim njerëzit më të konsumuar dhe t'i nxjerrim përpara atyre që janë më të votuar. Ne nxjerrim njerëzit më të votuar dhe ata të tjerë të punojnë, t'i mundin me votë dhe dalin. Ky është rregulli i demokracisë. Në Hungari nuk u ndërtua një projekt për një grup të vogël, por për një shumicë që ndjej e papërfaqësuar. Në Hungari u bashkua opozita. Në Shqipëri e shikoni se si jemi bërë në ku nuk e di se sa parti që dalin nga Partia Demokratike. Po ky nuk është rasti im. Unë do të jem Partinë Demokratike, do ta ndryshojmë Partinë Demokratike dhe do të bëjmë gjithçka që Partia Demokratike të jetë fituese. Ai nuk u përpoq të kontrollojë dhe të ketë njerëz servila, edhe lakej rreth e rrotull. Por bashkoi dhe kjo e bëri diferencën. Ky është mësimi për demokratët, ky është mësimi për Shqipërinë, sepse ndryshimi vjen kur krijohet një alternativë re, e hapur e besueshme. Dhe kjo na sjell edhe tek realiteti ynë. Në Shqipëri duhet sfiduar seriozisht pushteti i Edi Ramës. Nuk bëhemi dot fort me njerëz që kontribuojnë Partinë Demokratike, ikti se s'm duhesh, po të largoj ty tjetri se s'm duhesh. Në politikë zoti është ai që afron, jo ai që largon. Për të larguar mjafton të fusësh një çart, ikin gjithë. Të shajnë ata pastaj në grup, po ti e thu tëndet. Nuk ecet kështu politik duke larguar. A ke zotësi për të afruar? Si është Partia Demokratike sot? A është me më pak njerëz apo është me më shumë njerëz? Sepse që të sfidojmë Edi Ramën ne duhet jemi të ndershëm me veten tonë. Ne shumë thonë po si t'ja bëjmë sa i vjet. Po këto problemet që kemi ne, po nuk i rregulluam, po nuk u stërvitëm. Është njësoj si i ndeshje futbolli. Tifozët ne, se nuk do them që jam tifozë këtu, tifozët mund të jenë të ndryshëm, po ta them se jemi me Kuksin. Kur u mbet Kuksin futboll, tifozët nuk shajnë vetëm ekipin kundërshtar. Po humbi 10 herë, fillojnë shajnë në ekipin e vet, po ndrysho më burr thon, ndrysho trajneri, ndrysho lojtarët. Po ndrysho se nuk ka. Kur hyn boks, ne hym në ring për herë, stërvitet ai tjetri, na rrefne me grushta. Ne themi ore po ishte stërvitur shumë ai. Pa hajde stërvitemi ne mor zotrin, ta mundim ne Edi Ramën, ti gjujmë ne aty. Po që ta bëjmë ne duhet jemi ndryshe. Sepse nuk mundet një autokraci kur brenda partisë nuk e pranojnë akoma demokracinë. E din akoma se janë partinë e punës, me rregullat vjetra. E kam partinë, e mbaj aty edhe kam koltuku në rri aty nuk lëviz. Partitë janë me debat, kush kam shumë fuqi intelektuale, kush kam shumë energji, kush kam shumë mbështetje, kush kam shumë propozime, kush kam më pak konsum. Pra, nuk mund ta mbash Partinë Demokratike si Edi Rama dhe pastaj thosh sepse nuk votojnë mua ata që janë kundër Edi Ramës. Sepse nuk mund të kërkosh dot votë lirë nga Edi Rama kur nuk bën dot në partinë tënde zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe të barabarta siç kërkojmë nga Edi Rama me të drejtë. Pra ne duhet jemi modeli që kemi e përsi morale. Jo modeli që jemi i njëjtë me të, se ai ka më shumë para, ai ka më shumë krim, ai ka më shumë korrupsion. Por ai ka një gjë që nuk ka një gjë që i kemi ne. Ne kemi forcën e moralit, kemi e përsin morale, kemi mbështetjen e qytetarëve. Prandaj,
Unë nuk e kam parë kurrë përballjen, edhe brenda Partisë Demokratike si një sulm personal, por si domosdoshmëri politike, si një përgjegjësi historike ndaj demokratëve dhe shqiptarëve. Sepse është treguar në këto vite që zoti Berisha nuk e hap dot partinë, nuk e bashkon dot opozitën, nuk e tejkalon dot veten, nuk mund të mobilizojë me njerëzit dhe për këtë edhe ai vetë është dorëzuar. Se një parti që nuk kapet, që nuk bind, që nuk ndryshon, nuk mund të përfaqësojë pritshmëritë e shqiptarëve për ndryshim. Nuk mund të fitojmë dot kurrë nëse nuk ndryshojmë, të nderuar miq, dhe ky është presioni që duhet i bëjmë Partisë Demokratike, të ndryshojë, të ndryshojë, të ndryshojë. Sepse pyetja që është për drejtuesit e Partisë Demokratike, si do t'i çojmë më shumë se 800.000 demokratë në kutitë e votimit për të ndryshuar pushtetin e Edi Ramës, duke përjashtuar, duke gënjur për ata që mendojnë ndryshe, duke mos mbajtur përgjegjësi. Jo zotëri, kur nuk i dilet dot politik me këtë metodë. I thonë shqiptarëve çdo javë është kilometri i fundit. I thonë që nuk fitojmë dot me Edi Ramën. Po me këtë do fitojmë ne. Ne Edi Ramën duhet mundim. Ne themi e mundim Edi Ramën, disa prej nesh e kanë treguar që e kanë mundur Edi Ramën zonat që kanë përfaqësuar. Hajde marrim këtë model dhe e mundim. Këtë do mundim ne, se është një narrativ, sigur flasim akoma për Ramiz Aline për Enver Hoxhën. Nuk janë më në këtë botën tonë ata. Ti mundim andej, po që se zoti na bashkon, po që se si ka çuar ata në ferr ne tjerë me shpresë Zotit në parajs. Këtë do mundim ne këtë kemi kundërshtar. Ne duhet mundim këtë që kemi kundërshtar. Se po nuk mundim këtë, po çfarë ekziston një parti politike? Alternativë jo. Opozit po bën më shumë spaku se sa Partia Demokratike. Takime jo. Për të dëgjuar jo, propozime jo, listat nuk i hapin. Pse i pengon me qenë se kanë këtë mbështetje? Ti japin listat. Të bëjmë një sistem proporcional kombëtar me lista 100% të hapura, propozon partia 140 kandidat dhe në gjithë Shqipërinë ta zgjedhin qytetarët që janë deputetët që duhet të përfaqësohen. Pse duhet i komandoj Edi Rama dhe Sali Berisha deputetët edhe zgjedh këtë cilësi që ka parlamenti sot pasaj? Pse duhet jemi ne në këtë mjerim? Pse duhet ta pranojmë në këtë mjerim? Ju jeni njerëz lirë, demokratët janë njerëz lirë, ashtu siç jam edhe unë. Sklevrit e kanë problem, sklevrit po ju dhe liri, ndihen të tmerruar se nuk dinë si ta përdorin lirinë e vet. Po në demokraci liria është thelbësore. Dhe këtë po kërkojmë. Sepse ne kemi të pamundur të zgjedhim kundërshtarin ton, por ne kemi të mundur të ndryshojmë veten. Ne e dim që në zgjedhjet e ardhshme kundërshtar do kemi Edi Ramën dhe gjithë sistemin që ka ngritur ai. Me ata duhet i bëjmë llogarit në kutitë e votimit, me ata duhet i bëjmë llogarit në përballjet në publik, me ata duhet i bëjmë llogarit edhe me bandat, edhe me krimin, edhe me korrupsionin, edhe me dreqin e të birin që i përdor ai në zgjedhje. Sepse ne nuk mund të presim që kundërshtari të rrëzohet vet. Ne duhet ta rrëzojmë atë. Nuk mund të mbijetojë Partia Demokratike vetëm duke u krahasuar me gabimet e tjetrit. Ai ka gabuar më shumë, për të gabuar ai nuk krahasohet fare me Partinë Demokratike, ai e ka shkatruar fare Shqipërinë. Por ne e kemi detyrim ndaj shqiptarëve që të jemi të pagabueshëm për të fituar, sepse kjo është sfida kohës. Kjo që po bëjnë sot drejtuesit e Partisë Demokratike nuk është politik fituese, është pritje pasive dhe humbse. Të presim në koltuqe derisa mbase rrëzohet ai vet. Qytetarët e kanë treguar që nuk votojnë vetëm për të ndëshkuar dikë, nëse nuk kanë një alternativë për ta zvendësuar. Tregoj rasti i Hungarisë. Dhe kjo është pika ku ne kemi dështuar si parti, kjo është pika ku ne po e përtasim me të madhe në gjithë Shqipërinë që duhet ta ndryshojmë. Ne nuk kemi arritur të krijojmë një ofertë që i bën qytetarët thonë po, Partia Demokratike është më e mirë. Por fatkeqësisht drejtuesit e Partisë Demokratike kanë arritur një gjë që s'mund arrijë kurrë mbas 13 viteve në opozitë, që të vendoset barazia. Mbron Rama oligarkët, mbron Berisha oligarkët. I zgjedh ky deputetët vet, i zgjedh ky tjetri deputetët vet. Nuk bën zgjedhje ky në parti, nuk bën zgjedhje ky në parti. Këto janë gabime të pafaqshme. Zgjedh ky idiot të dobishëm, zgjedh ky tjetri idiot dobishëm. Po jo më jemi kundër idiotëve, sepse nuk mund të drejtojnë idiotët në politikë. Por të dashur miq, unë jam i bindur që Partia Demokratike e ka fuqinë sërish brenda vetes që të sjellë rotacionin. Por kjo duhet ndodhë dhe mund të ndodhë vetëm nëse ndryshojmë veten. Duhet të rikthejmë disa parime bazë.
përgjegjësi pas humbjes, cili do që jetë kryetari, garë reale për leadershipin e Partisë Demokratike dhe për drejtuesit në funksionet më të rëndësishme të partisë, respekt për mendimin ndryshe, vendimarrje nga ndarësia, jo nga një rreth i ngushtë njerëzish, hapje ndaj shoqërisë, ndaj intelektualëve, ndaj profesionistëve të lirë, bashkimi me çdo kusht i të gjithë faktorëve opozitar, duke mos menduar se po të vinë këta do na marrin këtë gjë, po të vinë këta do na marrin atë gjë tjetër, ne duhet mundim me Ramën. Kaq po kërkojmë ne dhe për këto i kemi rënë Shqipërisë kryqe dorthor. Edhe në fakt po kërkojmë pak, sepse këto për një parti politike nuk janë luks, janë minimumi që një parti të quhet dhe të jetë demokratike. Por, siç e keni parë, as të debat nuk duan ta bëjnë bashkëudhëtarët tanë në krye të Partisë Demokratike. Nuk e pranojnë dot as mendimin ndryshe, lere më reflektimin edhe vendimarrjen për cilë ndryshim real në Partinë Demokratike. Sepse nëse nuk i bëjmë këto ndryshime, ne do të vazhdojmë të humbasim, dhe këtë duhet ta thotë dikush. Jo vetëm zgjedhje dhe jo vetëm në çdo palë zgjedhje, por ne po humbasim edhe besimin e zgjedhësve dhe të votuesve dhe të qytetarëve nga dita në ditë. Qytetarët besoj që gjithsecili e ndjen do të na urrejnë sepse do të na shohin si të paaft, si të pafuqishëm, si të lidhur me Partinë Socialiste që ne nuk e mundim Partinë Socialiste, prandaj ne duhet ndryshojmë. Sot Shqipëria nuk ka nevojë për një opozit që kërkon justifikime dhe qanë, por për një opozit që jep zgjidhje. Një opozit që nuk kërkon të kontrollojë, por të përfaqësojë. Vetëm kështu ne mund të përballemi realisht me pushtetin e Edi Ramës, jo duke pritur që ai të dobësohet vetë, por duke u bërë vetë ne më të fortë. Dhe forca vjen s'pari nga vota, nga legitimiteti, nga përfaqësimi, nga morali, nga llogaridhënia. Legitimiteti zotrinj vjen nga vota dhe këtë e din të gjithë për sa kohë ekziston demokracia. Ky është zinxhiri i shkputur që ne duam ta ngjisim dhe ta rindërtojmë, sepse në fund zgjedhja është e thjeshtë. Ose vazhdojmë kështu dhe mbetemi një opozitë e përhershme, ku disa përfitojnë disa kolltuqe dhe privilegje, ose ndryshojmë dhe bëhemi alternativë reale për qeverisë. Unë besoj se demokratët janë gati për këtë ndryshim dhe e kam ndjerë këtë ndryshim në çdo cep të Shqipërisë. Jo sepse është e lehtë, është e vështirë, por sepse është e domosdoshme, është e domosdoshme, është e domosdoshme. Sepse të dashur vëllezër dhe motra demokrat, kjo është një betejë që kërkon guxim. Sepse siç e shikoni në këtë betejë ka rezistencë, ka sulme, ka përpjekje për ta ndaluar ndryshimin. Por ky është fillimi dhe vazhdimi i betejë që nuk do të ndalojë derisa Partia Demokratike të ndryshojë. Sepse kjo është një betejë për dinjitetin, një betejë për demokracinë, një betejë për të ardhmen e Shqipërisë. Ne nuk jemi këtu sepse është e lehtë, por ne jemi këtu sepse është e drejtë. Dhe sa do vështirësi që të ketë, kur e drejta është në anën tonë, ne nuk do ndalemi, ne do të vazhdojmë duke qenë më të qartë, më të vendosur dhe duke kërkuar të jemi më të bashkuar se kurrë. Nesër do të jemi më shumë, pas nesër edhe më shumë. Deri në zgjedhjet e ardhshme ne do të jemi shumicë, sepse ne nuk kemi luksin të presim. Nuk kemi luksin të qëndrojmë në vend. Ose ndryshojmë, ose do të betemi pengi së shkuarës. Dhe për këtë, po e rithem, të dali kushdo ngar dhe demokratët zgjedhin drejtimin e Partisë Demokratike, të përballen mendimet e ndryshme, të përballen me diskutimet brenda partisë. Nga ndryshimi i Partisë Demokratike kalon ndryshimi i Shqipërisë. Ne kësaj përgjegjësie nuk i shmangemi. Prandaj sot mesazhi është i qartë. Të bashkohemi kundër çdo forme autokracie, autokratit qeverisë, autokratit të opozitës. Ta hapim rrugë për një leadership të ri, ta rikthejmë besimin tek vota, të ndezim një shpresë të re për Shqipërinë tonë të bekuar nga Zoti. Të fitojmë. Sepse koha për ndryshim, të nderuar miq, është tani. Jo kur, por sot. Sot dhe jo kur. Fitore.